Cakrani lufta Velia Ramsi i 4 në gjykatën e lartë. Çfarë po ndodh? Po fillon nga Flogerti si gazetar që është na japi informacione. Floger, shpejt me fjalë thjeshta, ç'është kjo histori? Çka ndodh në gjykatën e lartë me një lloj votimi që nuk është njohur një nga votat? Nuk e se çfarë po ndodh, është një gjë të mëshme, po thelbi është që nuk do kishte ndodhur ky votim nëse nuk do ishte kërkesa e Arion Velis, më duket në kushtetuese. Jo, rria është kjo. Për ta thënë shkurt për njerëzit. Gjykata kushtetuese ka vakancë. Jo, prit njerë, ma nis njerë, pse është që ka ndodhë, pra, pse është këj konflikt Velia e Ramsi, para se të veshte vakancë atyre. Ta them unë, se... Ku ka filluar dhe çfarë të kuptojmë? Pra, gjykata kushtetuese ka një vend vakant. Kur kështu? Para, ka një muaj e kusur. Që është grua, me sa di unë është Sonila Betja... është kjo kryetaria. O Sonila Betja, pëse... është tjetër kjo. është tjetër kjo. është vakancë tjetër kjo. është vakancë tjetër që do dalë, po është ajo i herë para. Po kush është problemi që ka vakanca, se nuk po e kuptoj unë? Duhet zëvendësuar. Po, dhe kush është problemi? Do të bën janë 9, bie njëri, bën 8, duhen 9 prap. Po se duhet të jetë 9 tamam, po. Do merren vendim. 5-4, po, duhet të jetë një numër tek. Janë dakord, po jepi. Dhe në këtë moment aplikojnë kandidatët dhe KED-ja, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, në bazë të disa kritereve i vlerëson me pikë. I pari, Çani, i dyti, Cakrani, i treti, Flogerti, i katërti, Eno, e kështu me radhë. Po. Në këtë moment, 3 të parët shkojnë dhe 3 të parët me pikë shkojnë dhe votohen në gjykatën e lartë. Gjykata e lartë ka 15 antarë. Do me thënë fare sekond. Ç'yn gjykata e lartë me kushtetuesen ta kupton njerëzit? Mund pra. Gjykata e lartë zgjedh antarin e kushtetuesës. Po pse gjykata e lartë zgjedh? Po. Kështu është me ligj? Po. Një sekond saktë, do vite ty, po ta mbaroj një progres informacion. E zgjedh KED-ja bën rënditjen e kandidatëve. 1, 2, 3. Gjykata e lartë, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, po. Gjykata e lartë voton. Po. Pastaj 3 të parët. Në qoftë se njëri nga kandidatët, i dyti apo i treti, merr 3 të pestat, ka merr 9 vota, kalon i pari automatikisht. Qartë. Pra, i pari Flogerti, i dyti Çani, i treti Cakrani, në qoftë se Çani ose Cakrani merr 9 nga 15 votat, automatikisht del i pari dhe shkon në kushtetues. Çfarë ka ndodhur tani? Çka ka ndodhur? I pari ka qenë Asim Vokshi. Quhet Asim Vokshi? Quhet Asim Vokshi. Asim Vokshi ka qenë ai dëshmori në kohën e... Ai ka qenë. E ka qenë dhe quhet Asim Vokshi prapë? Asim Vokshi. E ka, mos është fisi i atij? Nuk e di. Nuk e dim. Po si se ka dhe emrin e mbiemrin? Po, nuk e dim. Si kemi hyrë asaj, por edhe mund. Në kohën e Enverit Asim Vokshi, ç'a ishte? Ishte dëshmor ai? Dëshmor. Nga ishte? Nuk e di tani. Ka dhe një rrugë duket Asim Vokshi. Po ka, ka shkollë. Mund ta lidhim me Albana Vokshin, po nuk ka lidhje. Albana Vokshi është nga Kosova. Nuk e dim, pra, dhe ai mund të jetë nga andej. Nuk e dim. Ndoshta, po. Ky është nga Korçar. Nuk ka Korçar ky Asim Vokshi, po. Mos harro, mos hallakasim miletin që po na ndjek. Ja, s'rritet unë pak kur më bien emra. Des për këto. Po. Pra, çfarë ka ndodhur? Kanë shkuar tani emrat dhe Asim Vokshi doli i pari. Asim Vokshi ishte i emëruar i parit nga KED-ja. Po. E dyta Nauredan Lagami. Lagami. E treta një zonjë tjetër. Këta të 3 antar për... Ishin kandidat për antar të gjykatës kushtetuese. Një vend në gjykatën Por një vend. Për një vend. Sepse një ka ikë deri tani. Bukur. Tani, në qoftë se do votonin për shembull 5-5-5. Po. Sa ka gjykata e lartë? Ka 14 apo 15? 15 ka. Jo, gjykata e lartë. Gjykata e lartë. Jo, ka 19. Jo, ka 15 antar. 19. Verifikoje. Ajde, le më zinje për të se nuk ka rëndësi. Shënë si kam, ka numër tek dhe ajo. E kam, po pra, ka numër tek. Po të kishin marrë të 3 nga 5, pra asnjërit mos arrinte 3/5 e votave, do dilte direkt asnjëmi do shkonte në gjykatë kushtetuese. Fakti që zonja Lagami mori 3/5 e votave të gjykatës lartë, shkonte ajo. Tani aty ndodhi një absurd. Gjatë votimit? Pas votimit. Pas votimit, kur po numëroshin votat, njëra vot, që ishte për zonjën Lagami, kishte, si që ishin emrat 1, 2, 3, pra numri 2 ishte Lagami, kishte edhe kutin për të votuar këtu. Ai që kishte votuar antari gjykatës, kishte votuar me X të dyshi, edhe kishte rrethuar dhe dyshin. Te kutia? Te kutia. Po të njëjti emër, kishte rrethuar dyshin, kishte votuar edhe numrin 2. Quhet gabim që jo? Ajo quhet përforcimi i vullnetit në fakt, por tani këtu në vend që të mblidhesh në gjykata e lartë dhe të vendoste për atë vot, ose të bënte një rivotim, nuk e quajti.
Jo nuk e quhet gjykata e lartë. Po çfarë? Ngrihet një komision nga gjykata e lartë, që komisioni përbëhet nga asistentët e kryetarit dhe sekretarja kancelarja, ç'është ajo. Dhe vendimin nuk e merr gjykata, po e merr sekretarja duke shpallur votën të pavlefshme. Po çfarë, procedurë që nuk e pa parashikuar në ligj. Është e pa parashikuar. Dhe organi vendimarrës aty është gjykata, jo kancelarja. Po kush e dha këtë urdhër që të bëjë kjo gjë? Domethënë kush e mori këtë vendim? Atë vendim e merr kryetari i gjykatës. Cili si quhet? Sokol Sadushi këtë rast. Kryetari. Dhe e skualifikojnë zonën Llagami duke ja hequr votën si të pavlefshme. Qartë. Zonja Llagami e çon gjykatë administrative, ndërkohë që ishte në gjykatë administrative, gjykata e lartë i çon shkres gjykatës administrative, i thotë nuk është jurisdiksioni yt, mos e merr. Okej, disa thonë është palë dhe ka drejtë që i thotë, por u duke një lloj presioni. Dhe tani që flasim, çështja e zonjës Llagami është në gjykatë kushtetuese, se kjo është qesharake tani. Pra, gjykata kushtetuese do vendosi a do jetë Llagami pjesë e saj, apo do jetë asnjimi. E ka çuar, por nuk e çon administrative, e çon kushtetuese. Nga që nuk e pranoi administrative, e çon kushtetuese. Kushtetuese ka pranuar? Kushtetuese do ta shqyrtoj. Presidenti nuk e ka dekretuar asnimin, atë vokshin. A se ka dekretuar? Se ka dekretuar sepse është kjo tjetra në kushtetuese. Kushtetuese pra ka një po. Dhe është bërë një çorap tani aty, që nuk i jep halli parë dytin dhe e bukur dikush është. Ata kushtetuese tani, që ka 8 antar, që dhe aty ka lobe. Duhet vendosin kë do marrim, asimin apo Llagamin. Qartë. Se e kanë dorë ata. Dhe nuk e dim çfarë kulisa, çfarë interesesh. Se tani kjo ç'lidhje ka me Velian që është në burg dhe Ramsi Kati që është kryeminist? Tani ka i debat. Ka i debat publik nga njëra anë që një palë thon do ta çoj Ramsi. Ramsi me kë është Llagamin? Apo me asin vokshin? Tani. Tu një palë thon Llagami ka qenë më afër Veliait apo Ramsit? Se janë diskutimet që bëhen këto dhe duhen sqaruar. Ka qenë mikesh me atë zonjën deputetën Klotita Bushka. Me atë që doli një përgjim më duket ku diun. Që është një hetim. Në grupin e Rion Veliait. Është një që ishte pranë Veliait. Është po hetohet diçka e tillë. Pra, disa thonë që është andej, disa thonë që është këtej. Kjo është kleçka. Llagami... Ore, Ramsi këtë duat i Ramsi Kati, më do Llagamin apo do vokshin? Disa thonë Ramsi nuk ka folur. Edhe hajde ta lexojmë. Hajde ta lexojmë. Sa bukur ai nuk foli. Ai në këtë rast nuk ka folur. Po normal, po ç'të bëj shkreti po shumë me ruaj njëri më shumë. Shkatruan. Dhe dikush është perla tjetër. Sa i del kjo bami plas Bela këtej, pastaj ikën Bela, bami plas Velia, kështu pastaj ikën. Që në këtë mes, më gjeti thot pse dhe. Në këtë mes ai. Vetë ka fajin, do të kishte bërë Emirate. I kanë thënë njerëzit, bëjë Emirate, i kanë thënë hiqi këto zgjedhje parlamentit, rish rahat, do tani nuk e bëri. Drejt bërjes. Ai që po vuan më shumë zoti Begaj ça. Mima, të poshtë të gjë. Ai s'duk se zgjedhjet fara, po çito zgjedhjet të vonë. Bëri presidenciale s'duk. Po ta shpallë e mirë, më burr të ecin para tani. Kupton? Po si mund të njeriu të harxoj kaq energji? Dëgjove Flogertin ti. U lofti shkretu ka sqaruar ne këtë, po ai. Ha Flogert, e dikush po lodh më shumë se unë duke sqaruar dhe ju duke dëgjuar. Zoti Begaj. Presidenti? Po shkusur ka dhe Begaj shkallë. Dhe ai tani e ka topin aty, në fakt është i vetmi i pafajshëm të rast, sepse thjesht i ka mbetur aty. Begaj e bëri lçokun e tij, për Sonila Bejt. Po flas për këtë tani. Jo, se di këtë i thoj. Tani se çfarë luhet pas kësaj, tu nuk di ta them. Teoritë janë të pafundme. Atëherë një sekond. Jo, teoritë janë po i hedh një dy unë dhe pastaj le ta mirë, i dyti do na thotë cilat janë teoritë. Kujtim, të vazhdojmë bisedën, mos i rikthehemi prapë. Një teori që është më klasike është që Rama do të kapi gjykatën kushtetuese. Po, o Rama o Velia pra është ideja. Teoria tjetër është që është betejë për të 9-in, sepse lidhet me 31-shin. Me këtë 31-shin? Me 31-shin e këtij muaji. Që Veliaj ose kushtetues ose antikushtetues. Po pse kjo do bëhet brenda 31-shit kjo do vendoset? Nuk ka rjet, ja. Nuk ka rjet. Nuk ka rjet? Ja, nuk e di. Se për 31-shi jeni për një javë pra. Jemi 24. Javën tjetër. Nuk e di. A se mund ta bëjmë me urgjencë? Nuk e dim ç'bën Bajrami, mund ta dekretoj Bajrami. Dhe po dekretoj Bajrami çfarë? Do po nastimi. Bajrami tha që nuk e ka pezulluar dekretimin. Derisa të shpret gjykata kushtetuese. Po pra po. Kështu që nuk ka nuk lidhet nesër gjykata kushtetuese. Si u mblodh shpejt a nuk bëri përshtypje? Jo, gjykata kushtetuese u mblodh që ka vendosur, po,
që do ta pranoj këtë, por nuk ka lënë një datë akoma kur do ta shqyrtoj se ajo nuk e lë datën sot për nesër. Të bëj një pyetje, a e ndalon në një ligj, se unë e di që jo, por retorike, gjykatën kushtetuese të mblidhet për çdo çështje kur t'i doj zemra? Po mblidhet, por jo sot për nesër. Po ku e di? Ajo sot mblidhet për të vendosur. Plani është. E shpejton. Por më fal, nëse plani është që të shpëtojmë Çanin, e bëjmë emisionin tënd martë mërkur 8 premte orë. Dakor, po problemi është. S'na dalon njerin, Nëse po kujtimi thotë, po pra, e kuptova. Kujtimi thotë që nuk bëhet fjalë për 31 tetorin, që do shprehet për dhe. Flogert, nëse do ishte për të marrë një vendim, po ç'a bëhet? Pezullimi të shpejt. Ajo mund të mblidhet edhe nesër. Mirë, të bëj pyetje. Sa antar ka gjykata kushtetuese sot? Sot ka mbetur me 7 ajo. Jo, po ka 8, nuk ka ikur ajo pa u të vënsuar. Po, ka mbetur po. Ka 8, ë? 9, tani kujt i intereson që gjykata kushtetuese trime numër çift, Çan këtu. Shiko. Kujt i intereson se kjo është pyetja për të shkuar atje ku po pyeste Çani. Pra, kujt i intereson sot që gjykata kushtetuese të mos marrë dot vendim? Në vjen informacion. 4-4. Në vjen informacion. Jepi. Çani thotë seanca për Nauredën Llagamin është datë 11 nëntor, thotë. Po. Do jemi 8 dhe në datë, do jemi 8 edhe datë 11 nëntor, thotë. Po pra. Tani, bravo. Që do thotë që 31 do jenë 8. Do jenë 8. Po lejo të votojnë 8. Po, pyetja është kjo tani, 1 sekond. Unë e lexova tamam, duke që merret nga kushtetuesja. Kjo është pyetja, shumë mirë që erdhi nga kushtetuesja. 8 tham dhe ne që janë. Nuk tham që janë 9. Pyetja që unë kam për Cakranin, ose po e hedh unë dhe pastaj hajde e fantazojmë. Jepim. Kujt i intereson të jetë numër tek? Qoftë edhe për 31-shin, qoftë edhe për 11-ën. Kujt që të jetë numër çift, më fal. Po mbeti 4-4 çështja, kush përfiton? Për Veliajn për shembull, ja, po supozojmë. Për Veliajn. Po padyshim që është në disfavor të Veliajt ajo histori. Po kuptohet. E mori lajmin në çfarë? Problemi është që ja një sekond po se po flasën burimin. Ka ndodhur me rastin për shembull një ku dolëm kur ishin baras 18 me 4-4 për rastin zotin Maltezi mos gaboj, kur bëri një ankim në gjykatën kushtetuese dhe voton 4-4, edhe ajo nuk u pranua, sepse kur votohet 4-4, e di që vetëm në fuqi vendimi parë. Ata dalin të larë, po pra, po ata dalin të larë dhe me njërën palë dhe me palën tjetër. Pra, e mbajnë... Pra, gjykata kushtetuese edhe i herë tjetër e heq benderën e vetë nga dhënja... Më kje mesazh pramë nga burimet larta. Më thonë, mos bëni mjergull Çani, ju lutem, nuk ka rëndësi fare numri çiftë, duhen 5 vota për të fituar çështjet ankuese. Po pra, prandaj po themi. Dakor, ne po bëjmë analizë. Ne po themi në qoftë se del 4-4, kush përfiton? Po ne dim që me numër... Më fal, ndoshta sot numrat atje janë 4-4. Ndoshta. Ne nuk e dim. Unë është të marrin masa sigurojmë. Ndoshta kujt i duhet pesa. Qartë. Që do luhet kjo. Tani, kështu pesa i duhet... Ai burimi është i saktë në atë që thot, por dhe kjo që po themi ne është super e saktë. Ne po marrim variant. Ne duhen 5, po mund të dali dhe 4-4. Pa që duhen 5 fiton Ramsi nëse mund ta themi. Po jo, që s'del 4-4, atëherë është nul. Jo, fiton Ramsi. Fiton Ramsi. Sepse kemi patur një precedent më parë. Sepse mbetet në fuqi vendimi i presidentit. Kupton? Dakor. E pra. Dhe 4-4... Kujt i duhet 5, ose kujt i duhet 6, ose kujt i duhet 4. Kujtim, më thuhet lutem si është kjo punë e vakancës së Soni Labejtës, sepse më thonë që edhe Ilir Meta ka folur. 4-4 kërkesa rrezohet pa vendim. Më thonë ndërkohë, thjesht për të sqaruar. Shiko, 4-4 rrezohet pa vendim, kërkesa. Zonja, po pra. Si është kjo punë e Soni Labejtës? Sonila Beta kishte gjykata kushtetuese u mblodh në datën 16. Për të diskutuar mandatin e zonjës Bejtja, e cila dhe kishte mandat të plot, apo mandat të sunguar, në kuptimi që do ishte 9 vjeçar, apo do ishte një mandat, do fillon të aty ku kishte lënë dikush tjetër mandatin. Në rastin e zonjës Bejtja, do të rikujtoj që kur ishte president zoti Meta, kur ishte në gjykatën në kushtetuese, pra në këtë vend caktoi Besnik, mos gaboj Besnik Muçin, po Besnik Muçin, nuk e di unë me emra, po, dhe ai ndënjë aty rreth një muaj dhe pastaj për shkak të vettingut, një ushtruar vettingut e larguan dhe vendin e tij e zuri zonja Betja. Dhe zonja Betja kur shemëruar në gjykatën kushtetuese nga presidenca, ka filluar me mandat të plot 9 vjeçar në 2020 dhe mandati përfundon në 2029. Çfarë bën zoti Begaj, Barian Begaj, presidenti, në
antikushtetueshmëri të plot, i kërkoi gjykatës kushtetuese që të rishikonte mandatin e zonjës Betja. Dhe ata, pas kërkesës presidentit, vendosën datën 16 që të shikonin mandatin e zonjës Betja. 16 çfarë? 16 tetor që kaloi. Dhe ata vendosën që mandati i zonjës Betja përfundon tani, pra... Po në fakt kur do të përfundonte? Po do të përfundon 2029-ën, sepse e kishte marrë në 2020-ën dhe mandati për gjykatën kushtetuese antarit është 9 vjeçar. Ashtu ka ligji. Pra kush ka luajtur kundër Sonilës? Dhe mori zonja Betja. Mandatin e Besnik Muçit. Që kishte kaluar ndërkohë Besnik Muçi. Besnik Muçi kishte zënë një vendin e dikujt tjetër, se tani nuk më vjen sepse ata. Vitet të vendit, të individit. Dhe kur e emërua aty nga presidenti, sepse duhet ta dim, në gjykatën kushtetuese nuk emërohen 3 nga presidenca, 3 nga kuvendi dhe 3 nga gjykata e lartë. Prandaj kështu. Dhe i kanë zgjedhë 3-3 që të bëhet me rotacion. Përfundon mandati njërit që mos të ngelen asnjëherë vaksin. Sonila nga zgjedhur? Nga presidenti, po. Ishte atëri që zoti Meta. Dhe kur është emëruar, aty është emëruar me mandatin 9 vjeçar. Prandaj ka plasur ky debat Flogert. Dhe zoti Meta prandaj ka folur. Mua më thonë që Sonila e ka mandatin deri në 2028-ën, se më thot burimi, mandati ka filluar në 2019, në 2019 ishte mandati plot 2019, mandat 9 vjeçar, 2019 plus 9, 2028. Shiko, ajo e ka marrë në 2020 në mandatin. 2019 në 2020 dhe përfundonte në 2029. Dhe këta tani çfarë bën? Gjitha gjykata kushtetuese bëri një mund të themi vetvrasje nga pikpamja juridike, sepse ata të gjithë hoqen dorë nga mandatet e tyre. Pra vendosën, jo vetëm për zonjën Betja, por do përfundojnë dhe mandatet e tyre pra nuk do qenë të plota dhe mandatet e tyre dhe në vitin 2029 apo e vijim. Pra ata u vetë fliuan për partinë apo kush u kishte dhënë urdhër që të lini mandatet e tyre vetëm që t'i ndërprisin mandatin zonjën Betja. Vetëm për këtë? Po. Pra u vetë fliuan dhe... Kush nuk e donte zonjën Betja atje domethënë? Tani, klanet padyshim aty, se ata të gjithë kanë interes aty brenda, presidenca, ka interes e gjykate lartë, ka kuvendi e kështu me radhë. Pra duhet parë tani klanet e ndryshme kush janë, ajo, më thonë, ata e din vetë kush ka interesi. Ne flasim në pikpamja ligjore. Dhe pse e quajnë gjyqtare pakicës? Sepse kjo ka dalë gjithmonë kundër vendimeve të qeverisë. Dhe kjo është një nga arsyet, që ata duan të heqin sepse e ka një pengesë. Nuk e do ranë si 4 problemi, po, pikërisht kjo është. Dhe kjo është pengesa kryesore. Dhe për t'i vënë pikat mbi ca ekran, të falenderoj jashtëmase që merr dhe sonte edhe Flogertin, si përfundim vlla. Ne në 31 tetor, Flogert këtu më ndjen. Jo, po vjen dhe mua informacion se kanë plas burimet. Ore, po bëhet nami më, disa shumë interesante. Po lexojmë informacionet tani. Po lexojmë që mandati i zonjës Betja, më thot një burim tjetër, është sipas vendimit të ardhur nga Venecia për ripërtëritjen çdo 3 vjet me 3 antar. Gjykata kushtetuese do të ripërtërihet me 3 antar çdo 3 vjet, një nga presidenca, një nga parlamenti, një nga gjykata e lartë. Po pra. Dhe kanë ndjekur këtë parim, kanë vendosur këtë parim kur kanë bërë zëvendësimin e zonjës Betja. Pra, duke u referuar që duhet ripërtëritja përballë. Pra, i bie që Sonila do të ishte atë. Do të vazhdonte atëherë. Ajo që thot ai zotëria, po është e vërtet, por ajo ishte vetëm në emergjencën e krijuar për gjykatën, sepse mos harrojmë që ndonjë 3 vite apo 4 vite. Kanë ndjekur këtë parim edhe. Jo, ajo ndërpre, ai parim u ndërpre dhe ai ishte vetëm për emergjencën. Ai parim ishte vetëm për emergjencën. Dhe tani ata çfarë bën? Ndjekin këtë parim tani vetëm për të larguar zonjën Betja, se këtu ky është problemi. Pra debati është janë interesa pastaj. Dhe kujdes. Venecia thot, për ty është Flogert, nuk duhet bërë skema rotacionit. Nuk duhet bërë. Rotacioni ishte parashikuar deri në dhjetor 2022-shit. A bravo, është ai që po them. Ishte mbaruar parimi i rotacionit. S'është rotacioni. Jo, kjo është e drejtë kjo që thot Çani, sepse Venecia... Çani citon burim. Jo, është ajo që citoj Çani. Po them gjykata ka vendosur mbi këtë parim. Ka bërë vetvrasje gjykata. Gjykata ka pranuar. Parashikim rotacionit. Do ikim në parimin në 2022-shit. Parimin që kanë ndjekur. Në 2022-shin. Kjo nuk po pastori, nuk po ju kundërshtoj. Po them që gjykata ka vepruar. Ishte te kaluar parashikimi i rotacionit. Megjithatë dëgjoj, të gjitha këto që mos duken teknike kanë një thelb politik. Në 30 tetor, zotrinj, ne marrim vesh kush e kontrollon gjykatën kushtetuese.
Ramsi apo Velia, jemi dakord? Po, në 23. Jo vetëm kaq. A mund të interpretojmë Jo kështu? vetëm kaq. Po çfarë? Në 30 Japi lojë të bukur, jo. Jo, tani e mbyll lojën. 3 palë. Po e lëm për javën tjetër, po unë vetëm do të them. Janë 3 palë. Është Ramsi 4, Veliaj. Prit. Kush do të bëjë zgjedhje në Tiranë? Më fal, kjo është për punë e zgjedhjeve kjo tani 30 tetori. Po pra po. Sepse aty do vendose... Kush do të bëjë zgjedhje në Tiranë? Po. Dhe në qoftë se po hy unë tani po bëhem diabolik, siç bëhem rrallë, po Në qoftë se Ramsi nuk do donte zgjedhje, thua ti. Po them, Veliaj nuk do zgjedhje. Po normal se sa je pretendon që është pafajshëm dhe është kryetar Do bashkie. shta nuk do zgjedhje as doktori, Berisha. Se mos më thuaj tani që nuk ka doktori njerëzit e vetë dhe Ilir Meta njerëzit e vetë në kushtetuese. Qartë. Se sapo ta tha avokati që Meta ka quar 3, parlamenti ka quar 3, gjykata e lartë ka quar 3. Në këtë kuptim, unë nuk e di se si do kombinohen palët në gjykatë kushtetuese për të dhënë vendimin. Do fitojnë ata që duan zgjedhje apo ata që nuk duan zgjedhje. Nuk është vetëm Rama Veliaj. Ke edhe partitë. Velia besoj të gjithë dakord sakënë që nuk do zgjedhje. Veliaj është më vete. Patjetër sepse Veliaj po... Atëherë e lëm Do i Veliaj. bashkohet Veliaj, do i bashkohet Meta dhe Berisha nga Afrika e zgjedhjeve, Po Meta apo do i Meta çim këtu. Po presidenti që ka emëruar antar gjykatës kushtetuese më zot. Sa ka presidenti aty? 3. Ka emëruar familjen. Tani ka 2, tani ka Këta e majnë të mirëqen që... Se Sonila nuk ka drejt vote në datën, ka drejt vote në 31. Ka, po Flogerti tani e merë të mirëqen, si kur zoti Meta, zoti Berisha, ka njerëzit e tyre në gjykatën kushtetuese. Pra, në që se i ka emëruar, kur ka qenë president, i bje që të jenë të zotit Meta. Ne, tani sa po tha që këta ka njerëzit e tyre aty, Po besoj se po. tani unë nuk jam naiv, Por e kuptoj njerëzit e tyre, jo se i kanë pasur. Dakor, po kjo do thotë... Tani unë nuk jam naiv, dal para shqiptarve, edhe të them që Betja është dashamire e Ramës dhe jo e Metës. Jo, do ishte hipokrizi. Nuk e them dot. Po ndërkohë, ndërkohë statusi i gjykatës pavarur nuk do t'i heqësh dot. Në gjykatë kushtetuese, ajo respekton kushtetutën. Ky është një rast që nuk po cënohet tutë ne siguria kombëtare apo territori. Atëherë kush është para e tretë? Ky është një rast Pra Veliaj është një palë. Veliaj kush do i afrohet Veliaj duhet ta shohim. A do i afrohet, po e them kështu Rama, duke i thënë, okej, s'po bëjmë zgjedhje për ty, fjala vjen. Apo do ketë frikë opozita për zgjedhje dhe do shkoj të bashkoj votat me Veliaj, nuk e di. Pra ti kur thua janë 3 palë, thua Veliaj, Ramsi dhe Berisha. Vendimarrës në këtë rast është doktori dhe Meta. Antarët e këtyre do jenë definitiv. Do i bashkojnë votat me Ramën për zgjedhje, apo me Veliaj për zgjedhje. Ishin erën e parë kur votuan 9-0? A është procedura, ta shpjegon dhe kjo. Ajo është detyrim kushte. 9-0, ja ishte procedurë. Nuk ka lidhje me këtë tani. Ka lidhje me vendimin. Atëherë kujtim se do ta mbyllim. Ti si mendon, si del bie parashikim tënd ti avokati? Shiko, unë mendoj që mund të del 4-4. Që do të thonë rrezohet kërkesa ngelet pa vendim, më thonë. Mbetet pa vendim. Por një gjë që do rjetë të fuqit dekreti presidentit, do vazhdon. Vazhdon dekreti. Po kur në 9 nëntor? Problemi, nuk e di pastaj në nëntor, nuk e kam ide se çfarë mund të ndodhi sepse nëse është 4-4 vendimi mbetet fuqi kjo e pekajt. Jo, se duhet një fletor zyrtare ka një histori prap nuk bën në datën 9. Po ç'keç diu? Vendimi i gjykatës, kushtetuese çdo lloj vendimi hyn ju e dini që hyn fletorin zyrtar dhe duhen 15 ditë nga pasi vendimi të jetë zbardhur. Pra nuk do jetë data 9. Nuk do jetë, nuk ka shanse. Ta mbyllim. Faleminderit kujtim. Mbaroj fjalinë se është e fundit. Që nëse do vendosin 4-4, dalën 4-4, do jetë precedent shumë i rrezikshëm. Kjo, për demokracinë, nuk është ky thjesht problemi që... Do e flasim atë, po ne tani jemi njerë të fshohëm njerë cili opcion do... Po, por... Floger, ndyllet me një fjali, kur do jenë zgjedhje? Në qoftë se... Ngelet pa vendim, shkarkimi Veliaj quhet kushtetues... Ç'do të thënë pra kushtetues? Kushtetues pra që shkarkohet Veliaj dhe shkarkimi i tij quhet kushtetues. Në qoftë se del 4-4 pra. Po pra, në qoftë se fiton Rama, në qoftë se do kështu për publikun, ta kuptojnë, pra në qoftë se shkarkohet Veliaj dhe ka zgjedhje, zgjedhjet zhvillohen mes datës 7 dhe 14 dhjetor. Po ti e ke nga burim të? Kjo është kod zgjedhor, është dhe informacion se si shkon vijimi nga data, nga kjo dekreti i presidentit. Pra duhen 30 ditë. Duhen 30 ditë. Është nga 7-14 qanë është maksimum. Dhe në 45 ditë fushat. Duhet të kuptosh diçka, sepse
Në datën 31 nuk të se vendimi mund t'jepet vendimi. Po do dalë dispozitivi. Problemi qëndron që duhet të zbardhet vendimi. Do kalojnë në fletore zyrtare, pas fletore zyrtare, pas taj... Jo, del vetëm dispozitivi. Del vetëm si quhet dispozitiv quhet? Del dispozitivi. Në momentin që del ai, presidenti vazhdon procedon. Iku më mbaroj. 25 ditë janë data 14. Do e marrin vesh 31 pas njave marrin vesh, do e flasim prapë studio. Marsita Xhaxhaferllani thotë e ka emëruar Meta, por është partneri i Ali Beajit. Pra që është ai që ta kujtimi pra që jo domosdoshmërisht. Jo më ja, çiko Flogerti, unë e kuptoj Flogerti e thot për po, nuk ka asnjë lloj lidhje ajo që thot Flogerti. Jo, po sepse atëherë tani do ta themi. Se nëse do ishte ashtu. Mos dosha venderi ka fato. Jo, po sepse atëherë gjërat ndryshojnë more. Po atëherë kur është emëruar Xhaferllari, se ne jemi marrë me Xhaferllarin në shkret, i kemi rënë në qafë kot ndoshta. Meta dhe Monika dhe Luli dhe Alibej kanë qenë bashkë. Tani se ndanë këta me njëri tjetrin, ndryshojnë kulisë. Meta dhe Luli bashkë s'kanë qenë kur bashkë. Po s'kanë qenë kur bashkë. Asnjëherë. Asnjëherë nuk kanë qenë bashkë. Ka qenë Monika, po s'ka qenë as Monika. Po na pasun gënjyrë, sa ata hiqin sikur janë bashkë. Lul Basha e ka goditur të Metën, e ka goditur. Atëre me u bë me Ramsi bashkë godiste Metën. Vetëm Metën. Ai Lul Basha dogji mandate, dogji veten e tij. Për djeg mandate lësia për të bërë atë që bë. Tani po ti bëjmë një analizë asaj historie, është tjetër. Gjuna Basha e shkret. Po mua që vjen gjuna për të gjithë thamë. E zemër madh. Di pse. Ledija, more gjatë videon që të nisa unë për ta mbyllur sonde? Po. Je i madh Ledija. Sonde do ju lë me një